po? Nëse mundem. Zonja Rezanolli ndër të tjera sot tha që ne si qeveri nuk kemi përgjegjës për licencimin e kompanive as mbikëqyrjen e tregut të energjisë elektrike dhe nuk posedojmë kontratat të tregtimit të energjisë kompanive, po këtu i kanë vetëm kompani dhe zëreja. Kjo teknikisht edhe qëndron apo jo, për sa i besohet realisht një deklaratë e tillë? Tash deklaratat e tilla nuk kisha pas qef me i komentu në këtë momente, është edhe fushat parazgjedhore, mirë po, unë më thonë që partia cilën ajo e përfaqëson ka një numër shumë të madh deputetëve, edhe zyra rregullatorit të energjisë i përgjigjet parlamentit, edhe shumë lehtë mund me thirr zyrën rregullatorit të energjisë në një komision parlamentar dhe me dhënë përgjigje pse nuk po i licencojnë kompani tjera të tregtisë, ose pse Kesco e kompani tjera kush e blen energjinë elektrike në Kosovë kontraktojnë vetëm nuan. Çka është, domethënë, çka është e pengu këtë proces që mos me hy kompani tjera mos me u licencu dhe mos me pas fuqi për me importu energji elektrike kur Kosova e ka nevojë. Domethënë, këtu janë gjëra të cilat është përgjegjësi institucionale, siguria e furnizimit me energji elektrike është përgjegjësi institucionale edhe me ligj, edhe e Ministrisë së Energjisë, Ministrisë Ekonomisë, ku edhe Ministresha Rizvanulli është përgjegjëse për ato. Domethënë, ajo është përgjegjësi ligjore tyre që me u kujdes nëse janë tu respektu gjitha domethënë procedurat ose nëse po dikon një shkelje. Nga shpjegimi ju që po jepni, ju te lashën kryesore keni me si është e mundur një farë lloj monopoli që po e quani ju të NOA-s 2-3 vitet e fundit sidomos apo jo? Po, ne faktikisht shit, do më thonë këtu prej momentin që kemi fillu kjo rritje e madhe e sasisë importeve, kemi pas ramje të vazhdueshme të bloqeve të Kosovës A dhe B, të Kekut, edhe si rrjedhuje sa i shohëm rritje shumë madhe të importeve, të sasisë importeve si në megawatt, ashtu edhe në vlerë monetare. Tash shtrohet pyetja, kur ai ka fuqinë mbi 90% të tregut e mbizotnon, ai ka fuqi shumë madhe financiare, për shkak se ne flasim për një kompani e cila brenda një kohë shumë shkurt ka rri shumë qindra miliona me pas, tash ai ka fuqi shumë madhe financiare, e cila mundet edhe me shantazhu gjithë sistemin elektroenergjetik, edhe mund me shantazhu edhe ato Si bëhet shantazhi? Po tash unë nuk jam person i cili ndoshta unë e di që nuk jeni shantazhues edhe nuk ju kam thirrë si shantazhues, as si ekspert i kësaj fushe, por ku po thoni mund ta shantazhoj gjithë sistemin elektroenergjetik apo flisni për sabotazhe të ndryshme apo mund me u bë sabotazhe të ndryshme, ata blen kapacitetet ndërkufitare, të cilat tani nuk i japin në dispozicion për tregtar të tjerë, çka bën që tani kërkesë momentin që ata e tërheqin një pjesë të kapaciteteve, i largojnë nga tregu, bjen oferta, na automatikisht kemi tani edhe rritje të mëdha të çmimeve të kapaciteteve ndërkufitare që i kemi, po ato anomali që janë shfaqve, se kanë qenë disa anomali. Po tash apet në lënë këtu ta arsyetoj se është e vërtetë që ministria dhe ministresha Rizvanulli nuk është përgjegjëse për këto. Ne kemi autoritetin e konkurrencës i cili duhet me shiku nëse ka sjellje jo konform rregullave të konkurrencës, ligjeve të konkurrencës që janë të parapona me ligjet e Kosovës. Po tash po vi edhe një herë te një pikë që ne kemi diskutuar edhe më parë, ne kemi bërë disa institucione, po ato institucione nuk kanë shpirt për me kry punën e tyre, domethënë nuk kanë frym, pse se nuk kanë kompetencat e nevojshme, domethënë kemi institucione të cilat nuk kanë mundësi me i kry detyrat e tyre për cilat edhe janë të ndërtuar.